Përshëndetje dhe ja ku jemi me pulsin energjik dhe inteligjencën universale të muajit qershor 2025. Unë jam Diana Pushi, co-krijuese e Reborn Albania dhe çdo muaj transmetoj për ju pulsin dhe atë inteligjencë që çdo muaj na përcjell nëpërmjet lëvizjes energjike kozmike, nëpërmjet konfigurimit energjik që na jep inteligjenca e manualit njerëzor, numerologjia, astrologjia e bashkuar dhe me njohurinë time të brendshme. Pra, nuk mund ta cilësoj nëse është një burim apo një tjetri, sepse të gjitha bashkë krijojnë atë që unë e quaj tema kryesore e muajit në vazhdim, në mënyrë që ne të jemi të informuar, sepse gjithmonë njohuria është superfuqi, keni dëgjuar, dhe jo vetëm që ne kemi një lloj përgatitje dhe krijojmë një lloj neutraliteti, siç unë e quaj shumë herë, kundrejt qoftë përshirjeve emocionale, qoftë dinamikave që sjell kjo lëvizje, sepse gjithçka është lëvizje, kjo lëvizje energjike nëpërmjet periudhës së muajit qershor, dhe e ndërthurur dhe me këshilla apo njohuri që unë përcjell nga vetëdia ime dhe nga çfarë unë kam mësuar në të gjithë ekspertizën time si një mentore potencialit njerëzor. Në mënyrë që jo vetëm ju të jeni të përgatitur për muajin në vazhdim, por të jetë kjo edhe si një mundësi mentorimi dhe zhvillimi personal dhe shpirtëror për ju. Jo vetëm të kuptoni kodet dhe karakteristikat, nuancat që na sjell çdo port apo kod energjik, por edhe si ju mund ta përjetoni, si mund ta kuptoni atë në radhë të parë. Muaji qershor është nga ana numerologjike i influencuar nga energjia e numrit 6. Pra, jo vetëm që është energjia e muajit, energjia që përcjell frekuenca e numrit 6, por i bashkuar me frekuencën e vitit 2025, bëhet 2 herë, 2 fish. Kjo përcjellje energjike që numri apo frekuenca e 6-s sjell në jetën tonë, që ka të bëjë me kujdesin për veten. Në radhë të parë është një energji femërore, dhe çfarë do të thotë energji femërore, nuk do të thotë vetëm të themi energjia nga ana e seksit, por është energji femërore sepse është një energji që di të reflektoj, di të ndaloj, mund t'jetë dhe mashkull, nuk ka të bëjë me seksin, dhe gjinin është energji, është mënyrë se si e përjetojmë në jetën, dhe kur kjo frekuencë është në fushën kuantike, në thërrek dhe në fton ne të fillojmë të jemi më të ndërgjegjshëm për gjendjen tonë të brendshme, emocionale, gjendjen tonë dhe nevojat tona të brendshme, fizike, mendore dhe shpirtërore. Është një kohë dhe një periudhë ku për të gjitha ju nënat dhe baballarët që doni të keni dhe të sillni një krimin tuaj, një beben, një fëmijën tuaj në jetë, është një periudhë shumë pozitive dhe suportuese nga ana e fushës universale. Pra, ju shoqëron, ju suporton universi në këtë energji dhe frekuencë tuajën, dhe do ta shohim në vazhdim se gjithashtu është e suportuar dhe nga lëvizja e portave në manualin njerëzor. Përpara se të filloj këtë transmetim, dua t'ju të ndaj me ju faktin që jemi kthyer nga
ritriti ynë në Trimadhe, Tribe 2025, me një reflektim të thellë. Dhe qëllimisht nuk kam qenë shumë prezente dhe në media sociale, kam qenë duke procesuar shumë nga çfarë ndodhi atje, çfarë kanë qenë ndryshimet në lidhje me ritritet e mëparshme, çfarë kanë qenë nevojat e reja, çfarë kanë qenë mënyra se si ne e përjetuam çdo ditë të atij procesi që është dezinjuar të ndodhe të krijojë ndryshimin gradual nga një ditë në tjetrën deri në shpërthimin e ditës së fundit. Dhe ndërsa do jem në një bisedë live ku do ndaj më shumë dhe më thellë, sepse kemi marrë dhe shumë mesazhe nga ju që duan të kuptojnë dhe të ndajmë eksperiencën dhe të gjitha ndryshimet, transformimet që ndodhen përpara syve tanë. Mbi të gjitha unë dua të ndaj me njerëzit vazhdimisht të vërtetën rreth zhvillimit personal dhe shpirtëror. Ndjej që ky zhvillim po ndryshon nga viti në vit. Kur them ky zhvillim, nevojat e këtij zhvillimit, e vërteta çfarë është në fakt zhvillimi personal. Ndërsa kemi filluar ta përqafojmë të gjithë në botë, përfshirë dhe Shqipërinë, edhe kjo është një fillim shumë i mbar, shumë i bukur. Në të njëjtën kohë si çdo gjë në fillim, sjell edhe paqartësira, hamendje, iluzione, supozime rreth çfarë është në vërtet një njeri i zhvilluar, çfarë është në të vërtet një njeri i vetëdijshëm. Dhe e ndaj me ju këtë sepse muaji qershor na sjell pikërisht atë energjinë femërore ose të balancuar të harmonisë, që arrihet vetëm nëpërmjet besimit dhe neutralitetit. Në fakt, neutraliteti është gjendja që arrihet nëpërmjet virtytit të besimit dhe të reflektimit në jetë. Dhe nëse ka një muaj ku ju do jeni ose natyrshëm vetë, ose jeta do ju detyrojë, në thonjsa, siç di jeta ta bëj shumë mirë, atë gjë kur duhet ta bëj, do me thënë ai xhaxhi e ka fjalën, kur duhet të ndëryj dhe të na rikujtoj ku jemi në lidhje me këtë gjendje neutrale. Neutrale nuk do të thotë patjetër gjendje paqësore dhe ti të jesh komplet imunizuar nga ndjenjat dhe nga sensitiviteti emocional. Por është të zhvillosh në jetë këtë gjendje dhe këtë përqasje e cila i përgjigjet ulje ngritjeve të jetës me një lloj gjendje që është neutrale. Që do të thotë ti nuk mund të kontrollosh atë që nuk e kontrollon dot. Dhe kjo është mjeshtëria më e lartë që arri. Nuk do të thotë patjetër që ne nëpërmjet punës së zhvillimit personal të bëhemi super të fortë, super të motivuar, super pozitiv. Në fakt është kjo gjendje e balancuar, kjo harmonizim, kur ti zhvillon një kapacitet të kuptosh kur duhet të ndalosh, kur duhet të nxitosh, kur duhet të pranosh, kur duhet të reflektosh. Dhe fjala kyçe e muajit qershor është reflektim. Dhe është interesante që ky reflektim do bëhet në përjetim të dy energjive shumë të forta, edhe të asaj të fuqishmes, por edhe të tërheqjes. Dhe një energji femërore balancuar di t'i bëj të dyja shumë mirë. Pasqyra, nëse ju ftoj ta mendoni për një moment, çfarë është pasqyra? Si koncept, si objekt, si fenomen. Sepse pasqyra reflekton, pasqyron dikë tjetër
që është përpara pasqyrës. Dhe pasqyra është gjë më e pa lidhur, e pa varur, unattached, detached nga objekti, që në rastin konkret është personi. Pasqyra thjesht reflekton, është aty prezente për të reflektuar mbrapsht imazhin dhe prezencën e tij. Çfarëdo që ai person paraqetesh për në atë moment, pasqyra e reflekton. Pas një lloj gjykimi, pas një lloj varësie. Dhe është e përkohshme, është e ndryshueshme. Personi largohet, pasqyra është gati për personin tjetër. Personi tjetër paraqitet, pasqyra bën të njëjtën gjë. Reflekton imazhin dhe gjendjen e tij në atë moment. Pas një lloj varësie, pas një lloj gjykimi. Duke kuptuar që në çdo moment mund të paraqitet një objekt një njeri tjetër. Kjo është aftësia femërore e neutralitetit. Këtë aftësi, këtë temë në sjell qershori. Le të kalojmë çfarë është specifikisht ndikimi energjik i çdo porte të manualit njerëzor. Pra, gjithmonë mbajmë parasysh temën e reflektimit dhe çfarë është pasqyra. Në fakt mund ta ndaloni videon dhe mund të shkruani dhe reflektoni në atë që shprehva pak më parë. Ky transmetim është duke u regjistruar në 1 qershor, jemi akoma në energjinë e kodit 16, excellence. Pra sapo kemi kaluar një javë ku kemi qenë në një energji shumë entuziaste, në një energji gjithmonë kur jemi në polaritetin e lartë, në energji që unë e quaj magjike. Në mënyrën se si krijon, se si manifeston, me entuziazmin e vet. Dhe manifeston një jetë me shumë cilësi. Të gjithë na uroj që t'ju jetë nxitur mendimi, dëshira, veprimi për të krijuar diçka të bukur, diçka më me cilësi, diçka më të rafinuar në jetë. Kur them të rafinuar, refine. Jo rafinuar, manipuluar, nuk ka lidhje fare. Është si ajo vera që është e stazionuar, e pjekur, e shumë e mirë. Është vaj e rafinuar, me një standard dhe cilësi të lartë. Këtë kemi përjetuar në javën e fundit dhe gjithmonë vëbuze në gaz kur e kujtoj dhe kur është ky kod, është kodi i ditëlindjes sime, i javës sime të lindjes, është kodi që unë e quaj kodi im kryesor, brendi im personal. Më ka shoqëruar të rjetën dhe vazhdon të më shoqëroj dhe detyra ime dhe gjithë ju që e keni të aktivizuar në brendin tuaj personal dhe të gjithë ju që e keni përjetuar këtë javë është të përqafoni zhvillimin dhe krijimin e gjërave në jetë me një standard më të lartë, më të bukur. Është një upgrade, një rritje në jetën tuaj. Dhe tani që keni patur këtë nxitje në këtë javë për të krijuar një gjë me një perfeksion më të lartë, me excellence në jetë, për si mund të shfaqur thjesht në jetën tuaj, si mund ta bëni ju jetën edhe më excellent, me një standard më të lartë. Hym nesër në energjinë e portës 35. Progres, zhvillim emocional. Do shihni që ndërsa në muajin maj kemi folur për portat e fytit të shprehjes, të komunikimit të aktivizuar, që ka të bëjë dhe me manifestimin, gjithçka në fyt ka të bëjë me manifestimin. Këtë muaj, në muajin qershor, është zhvilluar
ana tjetër e fytit, le të themi ana më femërore, më abstrakte këtë muaj. Por përsëri jemi duke përjetuar energjitë e portave të fytit. Pra hyn muaj me portën 35, që është po në fyt, por është shprehje fort emocionale. Është dëshirë për progres, për të ecur, për të bërë diçka të re. Është dëshirë për të eksploruar jetën. Mund të keni dëshirë të filloni të udhëtoni. Personalisht më ka ardhur në 2-3 ditë e fundit dëshira për të shkuar diku, për të udhëtuar diku, për të përjetuar diçka të re. Dhe mund të jetë një aventurë, është si mund të përjetojmë eksperiencën njerëzore. Nuk duam të mendojmë shumë këtë javë. Duam të jemi shumë të përfshirë me eksperiencën e njeriut, me gjithë shka që jeta në sjell, të ulje dhe ngritje. Sidomos e shoqëruar me faktin që nyja e veriut është që ka të bëjë me darmën tonë në ata që e njohin, atë rrotullën e lëvizjes energjike dhe impaktin që ka nyja veriore në potencialin tonë njerëzor, aktivizohet porta 36, që do të thotë i gjithë kanalin, sepse janë 2 porta që formojnë të gjithë kanalin, dhe i gjithë kanali aktivizohet në këtë javë të parë të muajt e cilat sjell një energji të fortë emocionale, ndonjëherë dhe kaos të fortë emocional. Është energji shumë e fuqishme. Dhe në varësi sa i përgatitur ti në jetë ti përgjigjesh situatave emocionale me një tokëzim, qëndërzim, me një sistem nervor të balancuar, siç e shpjegova në videon e fundit në Instagram, në lidhje me rëndësinë e jashtëzakonshme të sistemit nervor. Me atë video, nëse nuk e keni dëgjuar, e keni në Instagram, ju lutem dëgjojeni, se jam duke përcjellë një mesazh shumë të rëndësishëm në lidhje me zhvillimin personal. Dhe është i lidhur me përjetimin e të gjithë këtij kanali. Ka të bëjë me zhvillimin e sistemit nervor dhe rregullimin e tij, në mënyrë që të aktivizohet pjesa e trurit e cila merr vendime të qëndrueshme, progresive në dallgët emocionale të jetës. Nuk aktivizohet truri primitiv, aktivizohet truri progresiv. Kjo është porta 35. Prandaj dhe unë i quaj shpirtrat të mençur njerëz që kanë të aktivizuar. Që do të thotë gjithë kjo javë na kërkon që neve të fillojmë të kuptojmë çfarë është e vërteta e thellë në këtë pse doli spiritualiteti, për të përballuar kaosin emocional të jetës. Një shpirt i vjetër ti ta përballoj jetën në një mënyrë më neutrale. Nuk do të thotë që ai nuk ka emocione, përkundrazi, ndeshet në jetë me shumë dallg. Dhe kupton në fundi çfarë është qëllimi këtyre dallgëve. Progresi. Dhe është një mundësi shumë e lartë për manifestime të fjalëve, të emocioneve. Dhe na mëson si të frustrimet, ngarkesat emocionale që mund të ndodhe dhe mund të jenë më të fuqishme, sidomos kur qendra e fytit është e hapur. Dhe kjo portë është aty e aktivizuar. Të bëhemi të kujdesshëm në mënyrën se si komunikojmë dhe në atë çfarë artikulojmë, që të mos bëhemi më vonë të penduar për atë që kemi shprehur. Sepse në atë gjendje emocionale mund të themi gjëra që më vonë. Pendohemi. Dhe gjendja e pendimit ka lidhje pastaj në varësi dhe të kodeve të tjera që keni të aktivizuar, ka lidhje me fiksime mendore dhe gjendje fizike, sidomos kur ka qendër të bazamentit të rutit të hapur, pra fillojnë hyjnë në lojë kondicionimet e tjera në manualin tuaj njerëzor.
Në të njëjtën kohë, toka është aktivizuar në portën 5, që është durim, pritje, lidhje me natyrën, meditim. Në të njëjtën kohë, ai planeti i mrekullueshëm Jupiter, një nga influencat më pozitive në fushën kozmike, kalon gjithashtu në portën 15, pra ka qenë nga porta 12, ka qenë në portën 15, e cila bashkohet me kodin 5 dhe formon të gjithë ritmin natyror. Dhe kjo energji do shfaqet vazhdimisht gjatë muajit qershor. Kjo portë 15 do influencohet nga konfiguracione të ndryshme kozmike që do të thotë do jetë shumë prezente. Dashuria për humanitetin, compassion, aftësia për të përballuar ngjarjet ekstreme në jetë. Prandaj dhe e lidh me energjinë e nënës, me energjinë e përballimit të diçkaje të re, një nënë që përballohet me ekstremet, qoftë procesi lindjes është ekstrem, qoftë edhe procesi mbarsjes është ngjarje ekstreme. Është energji tantrike 15, ka të bëjë me energjitë e brendshme në trupin, në barkun tonë. Janë të 3 kanale tantrike që lidhin. Ky është një nga ato kanale, por që lidhin qendrën sakrale me qendrën e identitetit tonë. Ka të bëjë thjesht me fuqinë tonë të brendshme dhe lëvizjen e brendshme në barkun tonë. Dhe kur ne I lejojmë vetes të përjetojmë atë ritmin që unë e ndërlidh shumë edhe në procesin e lirimit, meditimi lirim, cilën e kam shprehur qoftë edhe nëpërmjet meditimit apo procesit të firzamonikës, të ushtrimit somatik, e kam darë e keni në Instagram, të gjendjes të trupit që krijon lëvizje, frymarrjes dhe lëvizjes së trupit firzamonik. Është pikërisht kjo lëvizje që krijon ritmin në trup, ritmin. Është kaq I shumë I rëndësishëm ky kanal për të krijuar ritmin e natyrës në ritmin brenda trupit tonë. Për të vazhduar në javën e dytë, data 8 me 14 qershor, aktivizohet porta 45. Komuniteti, mbretëresha, drejtuesja e komunitetit, energji tribale, energjia e ceos, energjia e krijimit material, energjia e biznesit, dhe në të njëjtën kohë energjia e nënës. Kam shumë njerëz që ndërsa e kanë të aktivizuar 45-ën dhe jo patjetër mund të kenë qenë të përfshirë me biznese apo me, të themi, aktivitete të lidhura me burime materiale, por në të njëjtën kohë kanë qenë paralelisht të lidhura me energjinë e nënës. Nëna që ka drejtimin, edhe nëse nuk bën biznesin, ka autoritetin, ose jo. Në polaritet të ullët nuk e ka patur, e gjen e merr në mënyrë absolute në një moment të mëvonshëm të jetës. Sepse është destinuar të jetë në krijim dhe në këtë javë ju do keni një ndjesi për të filluar një punë, një aktivitet material, për të marrë drejtimin tuaj në jetë, ku është froni juaj I mbretit dhe I mbretëreshës. Çfarë testohet në këtë energji është një energji individualiste, egoiste, dominante, apo një energji që mendon edhe për të tjerët, si të përfshihen dhe të tjerët, gjithmonë duke mbajtur autoritetin në të njëjtën kohë, por një autoritet që përdoret për një mision pozitiv. Pra mund të shfaqet që të jeni të testuar për virtytet tuaja, sepse ky autoritet me kjo energji vendoset, jepet mundësia nga universit të vendoset në autoritet apo në komand, kur është e provuar dhe testuar, testimi ka dalë me sukses në virtytet. Pastaj vin aftësita, kapaciteti. Dhe ajo që ndihmon gjithashtu këtë energji që është e drejtimit, është fakti që
kjo energjia e kujdesit, energjia e femërore e frekuencës 6 I jep një dëshirë dhe një aromë kësaj energjie të jetë një nën e mirë, një nën më e dëmshur. Folëm për aktivizimin e portës 15 paraprakisht, e cila krijon ndjesinë e dëmshurisë. Edhe kanali 35-36 krijon ndjesinë e dëmshurisë në polaritetin më të lartë. Dhe nëse keni reflektuar dhe zhvilluar veten ato energji në këtë javë, do ta ndjeni veten dhe do ju jepen mundësi për të krijuar autoritetin tuaj edhe në financiar, edhe material, edhe influencues. Në javën në vazhdim, 15 deri në 21 aktivizohet porta e mrekullueshme 12. Nëse I vini re janë të gjitha energji të fytit në anën e majt. 12 është energji të ndaluarit, të qëndruarit në heshtje, në tërheqje, në observim të plot. Energji individuale, poetike, melankolike. Dhe të gjithë fillojmë të kemi një dëshirë normalisht këtë javë të jemi më të tërhequr, më në reflektim. Pra, I shihni se si ndërthuren temat dhe ndjesit nga nevojë për të qenë në lëvizje, në aventurë, në drejtim, edhe pastaj në tërheqje, për të reflektuar çfarë krijova, çfarë mësova, çfarë drejtova. Në të njëjtën javë, do me thënë 15 deri në 21, ajo nyja luneare që flasim, nyja veriore dhe nyja jugore, aktivizon kodin 22, që do të thotë gjithë kanali aktivizohet I plot këtë javë. Dielli në efekt influencon 12-ën, nyja lunare, nyja veriore dhe jugore 22, që do të thotë gjithaj kanal që është abstrakt, poetik, romantik, melankolik, vëzhgues, fluiditet, fleksibilitet, ose jo, sepse çdo energji është po ose jo, në varësi ku juve jeni. Keni krijuar fluiditetin, energjinë femërore, energjinë e tërheqjes, energjinë të vëzhguarit apo jo. Apo keni kode të tjera në manualin tuaj që nuk ju kanë lënë asnjëherë mundësinë të zhvilloni këtë kapacitet. Prandaj fjala neutrale shfaqet shumë dhe pranishme këtë muaj. Është gjithashtu e rëndësishme që ai planeti I mësuesit dhe I shëruesit të plagëve, Kironi, bën gjithashtu një efekt influencë të tij duke aktivizuar portin kodin 3. Kalon nga kodi 42 që është kompletimi I ciklit në fillim, në dimensione të reja të fillimit. Dhe kodi 3 ka të bëjë me energjinë e pafajësisë të fëmijëve. Është fillimi I ri nëpërmjet një kaosi. Po a nuk është fillimi I një fëmije, e jetës, I krijimit të tij një kaos? Çfarë do të thotë kaos? Me të panjohura, një jetë e re me të panjohura. Pra si jemi ne gati të përqafojmë të renë dhe të panjohurat që sjell kodi 3. Dhe ju rikujtojsh në plagën tonë të jetës. Dhe për ata që e kanë mjeshtruar, sepse Kironi është brillant në mësimet e tij, është një energji shumë e bukur për të filluar dhe krijuar energjinë e fëmijëve të ri. Prandaj nënat që kanë bërë punën me vete, nënat që janë zhvilluar nga ana energjike, shpirtërore, mendore, janë gati të sjellin fëmijë të ri, energji të re, mutacion. Kjo është mutacion, zhvillim, metamorfoze e re në ADN-n e njeriut. Koha është tuaja. A jeni ju gati për metamorfozë? Fëmijët e rinj do vinë pikërisht tek nëna, tek prindërt e baballar që janë gati të suportojnë fëmijë me këtë
ekspresion të ri gjenetik. Nëse ju jeni gati, ata janë gati dhe ju shihoni familjet e reja, fëmijët e rinj. Vazhdojmë në javën, në vazhdim 21, 22 deri në 27 me energjinë e kodit 15, që gjithashtu shfaqej dhe në javët e mëparshme. Kodi 15 është humaniteti, dëmshuria për të gjithë njerëzit. Dallimi nuk ekziston, thot kodi 15, i racave e ngjyrave, i roleve e i pozicioneve, jemi të gjithë një lloj, thot kodi 15. Është simboli i natyrës, në natyrë nuk ka dallim. Të gjitha bimët, pemët, kafshët, toka janë të gjitha në simbiozë dhe në bashkëveprim. Është një vulnerabilitet i lartë që na kërkon ky kod atë javë. Dhe meqense tham javë më parë ishte bile në javën e parë ishte kodi 5 që aktivizohet përsëri na del. Nevoja e ritmit ton të brendshëm i gjithë kanali 5-15 në ritmin e trupit. Ritëm natyror. Gjendje tantrike e trupit është të ndihesh lëvizjen dhe ritmin natyror të trupit. Dhe ti jesh prezent me këtë lëvizje të thellë. Bile ta përdorësh këtë energji somatike, prandaj unë flas vazhdimisht për rëndësinë e jashtëzakonshme të përdorimit të trupit dhe të lëvizjeve të tij somatike në transformim dhe në shërim. Dhe nëna është ajo që e bën dhe e transmeton këtë kapacitetin tonë në mënyrë më të mirë. Nëna shtatzan përjeton këtë aftësi në mënyrën më brillante, më të lartë. Dhe në mëson gjithë të tjerëve për çfarë ka mundësi të zhvillohet dhe të ulet e të ngrihet dhe të zhvillojnë gjendje ekstreme në atë hapësirë të trupit tonë, në barkun tonë. Edhe për 9 muaj nëna vëzhgon. Prandaj porta 12 e aktivizuar dhe 5 e aktivizuar në javët e mëparshme zhvillojnë aftësi për të qenë prezente me ulje dhe ngritje të trupit tonë. Edhe ju mund ta përktheni këtë në jetën tuaj, nuk do të thotë vetëm për nënat që kanë fëmijë në bark. Ky është një simbol i aftësisë se çdo njeri të jetë një dëshmitar dhe present i lëvizjeve të trupit dhe t'i lejoj ato të flasin, të komunikojnë, të përjetojnë çdo ekspresion të thellë ekstrem që kjo portë na jep në jetën tonë. Për ta mbyllur javën 27 deri në 30 qershor me portën 52. Porta 52 është përsëri një nga portat e mia të preferuara sepse kam në diplomën e jetës se njoh shumë mirë. Porta e malit, e qëndrueshmërisë, e tokëzimit, e meditimit. Dhe që këtë muaj të kemi këto përqasje energjike, lëvizje emocionale, drejtuese, por dhe një gjendje të thellë, reflektuese, meditative. Në fakt të dyja këto porta na rikujtojnë që meditimi do bëhet pjesë e jetës sonë, nuk do jetë patjetër që njerëzit duhet të vënë në një retreat edhe të ulen të meditojnë siç ndoshta e bëjmë tani. Me një sistem nervor të qëndërzuar dhe të tokëzuar, kjo portë është në qendrën tonë të rrënjës. Ne do jemi gjithmonë present. Kur sistemi ynë nervor të jetë rregulluar dhe zhvilluar, harmonizuar në një mënyrë të tillë që ne mund të zhvillojmë atë kapacitetin 360 gradë që unë e quaj të lidhjes mendore, për ju që keni qenë në Tribe Retreat, është hapi i parë që ne bëjmë kur zhvillojmë dhe mësojmë metodën terapeutike divine. Pra të jemi në kontakt me të gjithë ambientin duke zhvilluar aftësinë periferike të trurit. Sepse kur jemi të tokëzuar, edhe truri ka kapacitetin të bëjë këtë lëvizje
natyrshëm dhe në kontakt me të gjitha sensorët e jetës. Dhe gjithë mendja, vizualet janë në lidhje me gjithçka 360 gradë. Kjo nuk do të thotë jetë një gjendje akaotike, është aftësi shumë e natyrshme. Në të gjitha senset jashtë dhe brenda. Dhe këtu është roli i kësaj porte e këtij kodi. Prandaj jufton që atë javën e fundit të jemi në prezencën tonë, nëse nuk e ke arritur dhe nuk e ke këtë kapacitet të ftonë nëpërmjet testeve shumë herë, të fillosh të bësh diçka për veten tënde dhe të shohësh se si mund je i testuar në jetë për mosdurimin tënd, sepse kjo quhet dhe porta e stresit. Këtu është ankthi, këtu është stresi. Këtu është porta e vipassanës, ta observosh diçka në qetësi, në prezencë të plot. Nëse është diçka ekstreme apo e qetë, me qetësi apo jo, që është gjendja e panikut. Sepse kjo, le ta quajmë stillness pa lëvizshmëri, nuk do të thotë që nuk ekziston lëvizja, përkundrazi. Apo nuk ekziston stresi në jetë, por është mençuri, është portë mençurie. Të dish që si ta kuptosh situatën e jetës dhe lëre atë të jetë dhe lëre atë të ndryshoj, sepse dhe kjo do kaloj, është në transit. Nëse është një ekstazi apo ekstremitet, apo nëse është ndoshta edhe një gjendje e thellë e vështirë. This too shall pass. Edhe kjo situatë do kaloj, na thot kjo portë. Aq më tepër që gjithashtu ai planeti madhërisëm Jupiter futet në këtë portë. E di çfarë do të thotë kjo? Jupiteri kalon nga porta 15 në ekstremitete që kemi parë në botë dhe të filloj të na ndihmojë të gjithëve të ndihemi më të qëndrueshëm, më të tokszuar. Edhe ka qenë pikërisht këto energji më vonë kur i pash dhe reflektova këto ditë që çfarë temash janë duke ardhur në jetën tonë të përditshme. Kuptova pse inicimin dhe inspirimin tim që ndoshta në muajin t'i përgjigjem në kërkesës, dëshirës, nevojës së disa nga ju që na kanë ftuar të kemi një retreat të dytë këtë vit në muajin shtator, gjë që nuk e kemi bërë më parë, ka qenë vetëm një në vit. Qëllimisht sepse në fakt na krijon dhe na merr një energji shumë të lartë të përgatisim gjithçka aty, sepse gjithçka në retreatin tonë është e kuruar dhe në një mënyrë që e them me shumë krenari, por dhe me shumë thjeshtësi. Rrallë mund të gjendet në retreatet të tjera, bile në botë janë në retreatet e një standardi shumë të lartë. Është kodi im, porta ime 16 bashkë me të Katie, që kemi synuar dhe kemi kuruar një experience për ju që është e një standardi dhe një niveli shumë të lartë. Dhe kjo na merr shumë energji. Dhe nga ana tjetër, kur më vjen një nevojë dhe përgjigje, dhe unë përgjigjen me trupin tim, bëj pyetjen çfarë unë dua të krijoj, në mënyrë që unë të ndjej satisfaksionin e misionit tim. 52 im, sepse këtë portë kam në energjinë e portës në të linjës 2, nuk mjafton që 52 është energji femërore tokszuar, e kam personalisht në aromën e mrekullueshme të linjës 2, që është feminitet, ndalesë, vëzhgim dhe qëndrueshmëri në jetë, dhe dua të krijoj, nëse do krijoj një retreat të dy, ne në fakt kemi krijuar një listë, sepse shumë nga ju na kanë dhënë emrat për të futur në listën e shtatorit, mund të jetë diku nga fundi shtatorit. Nëse do krijohet një 2, do jetë në lidhje me qëndrueshmërinë financiare në jetë.
është porta 52 që më fton, porta ime, në diplomën e jetës, që të suportoj dhe në atë energjin time të 45-ës të drejtimit dhe të nënës së mirë, të ndihmoj njerëzit drejt një qëndrueshmërie në jetë. Dhe të zhvillojnë një kapacitet të qartë për ëndrat, vizionet, se si ta realizojnë, le ta sjellim në realitet, nëpërmjet një plani të qartë atë javë në retreat. Paralel me proceset e meditimit avancuar, të qetësisë dhe të lirimit, do ketë workshope dhe punë individuale dhe në grup që ju të krijoni dhe të shkoni në shtëpitë tuaja pas atij retreati me një plan të qartë nga manuali juaj njerëzor, nga kodet tuaja. Është sikur të jetë një program ritual, por me mua present aty për të gjithë ditën, se natën flem gjumë. Për të qenë present, që t'ju japim një template të kush është ai impakti juaj i biznesit, ta shkruani me të gjitha kodet e qartësisë tuaja unike personale dhe të transmetuar, të përkthyer në një plan më konkret. Çfarë mund të bëni, çfarë hapa mund të merrni, si mund të bashkëveproni dhe gjithçka që ka të bëjë me planin e krijimit të një biznesi për që ju të keni impaktin tuaj unik, më të lartë në jetë. Ky është roli i portës 52. Dhe me këtë, meqense e mbyllim me këtë portë, për ju që keni inicim, dëshirë të jeni me ne në këtë shtator në retreat, na kontaktoni në Instagram ose në numrin tim personal në WhatsApp. Numrin e kërkoni në Instagram dhe japim aty, por mund ta keni edhe tek faqja e Instagramit dhe më shkruani nëse doni të jeni në retreat me ne. Gjithashtu në 11 qershor, gjithmonë është në ditë portalesh të caktuara, do kemi masterclass të Lighthouse dhe ju ftojmë të jeni me ne në Lighthouse gjithashtu për një klasë tjetër fenomenale pas asaj që ndodhi në maj. Do vazhdojmë të njëjtën temë, ku ju keni mundësi të bëni pyetje direkt dhe të merrni mentorim direkt privat nga unë dhe Katie. Kjo është në 11 qershor në Lighthouse, të gjitha detajet i keni në Instagram ose në shkruani. Në mënyrë që ju gradualisht të përgatisni veten për epokën e re të jetës, për ekonominë e re të jetës. Mundësitë janë krijuar në të gjitha format, qoftë me një investim shumë të ulët siç është Lighthouse, më pak se një kafe në ditë, qoftë në investime më të larta që ku keni prezencën tonë për një kohë më të gjatë dhe privatisht. Mundësirat janë të gjithanshme. Shihemi në masterclassën e 11 qershorit në ora 7 për ata që janë të regjistruar në Lighthouse, dhe gjithashtu do jemi në një bisedë live ku unë do ndaj më shumë për eksperiencën e retreatit. Në muajin qershor ju ftoj të gjithë të keni fjalën kyçe në mendje, në trupin dhe në energjinë tuaj. Neutraliteti, energjia femërore, energjia e gjithçka që ndava në këtë muaj tani. Faleminderit për prezencën tuaj, faleminderit për dëshirën, dedikimin dhe dashurinë tuaj në këtë proces. Një muaj të mrekullueshëm dhe neutral në të njëjtën kohë. Mirupafshi.